Tani vim të lutja e Zotit. Lutja që vetë Jezusi na dha. Lutheri thot se kjo është lutja më e lartë dhe më e mira nga të gjitha, sepse vjen drejt për drejt nga goja e Jezusit. Kur lutemi Ati ynë, nuk themi vetëm një tekst të bukur të Krishterë, por përdorim fjalët që Shpëtimtari i botës na ka dhënë për të folur me Atin ton qiellor. Sa i bukur. Lutja e Zotit na tregon se për çfarë kemi vërtet nevojë në jetë. Si për dhuratë shpirtërore, ashtu edhe për ato trupore. Ajo është aq e thjeshtë sa ta kuptoj një fëmijë dhe aq e thellë sa të mbajnë në kish të tërë ndër shekuj. Çdo kërkesë është si një mësim me vete, një shprehje e asaj që Perëndia dëshiron të na japë dhe për çfarë ai do të na lutemi. Jezusi nuk thot lutuni nëse doni, por kështu lutuni. Kjo do të thotë se Perëndia dëshiron që ta përdorim këtë lutje shpesh me guxim dhe me besim. Ajo na ndihmon kur nuk dim çfarë të themi dhe formon zemrat tona sipas vullnetit të Perëndisë. Dhe për këtë do të flasim në videon tjetër, kur do të fillojmë me kërkesën e parë që është Ati ynë që je në qiell. Shihemi.